mbështetjes së sigurisë së personaliteteve të larta shtetërore, si dhe për delegacionet e huaja që vizitojnë Republikën e Kosovës. Kjo drejtori realizon ekstradimet, parakalon automjeti i blinduar otokar i pajisur me armën 7.62 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin dhe objekteve me rëndësi të veçantë, përdoret për kryerjen e operacioneve të policisë ushtarake dhe ato të sigurisë së rendit ushtarak.